Organizacioni i RCS-s është një organizacion gjigant me shumë departamente, secili departament ka pasur detyrën e vet për të kontaktuar pjesën e homologëve në Shqipëri dhe për të marrë më të mirën e mundshme në nivel bashkëpunimi dypalësh. Për sa i përket bashkëpunimit me Radio Televizioni Shqiptar, ishte ideja personale e Andreas, i cili në etapat e shkuara, për në vitet e shkuara, kudo ku kanë organizuar një hapje dhe një ceremoniapi dhe Giro d'Italia, i është referuar gjithmonë televizioneve të vendit. Dhe në rastin konkret i propozoi automatikisht televizionit më të madh shqiptar dhe më shtetëror, për televizionit shqiptar, për të qenë pjesë e këtij bashkëprodhimi gjigant, edhe për të pasur mundësi duke alternuar dhe matur edhe nivelin e audiencës dhe shpërndarjen që kanë gjithë nivelin e territorit rrethëshe nëpërmjet antenave të saj, e pantarësyeshme që ky televizion, ky rrjet ka mbulimin më të mirë në të gjithë territorin dhe t'i japi mundësi të gjithë shqiptarëve që ta ndjekin që nga etapa e parë deri në momentin që finalizohet mas 3 javësh në Rom, të kenë mundësi të shohin Giro d'Italian në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar. Petri, të lutem nëse mund ta pyesësh pak zotin Baso në lidhje për të kuptuar pak peshën edhe rëndësinë e Giro d'Italia. Ciklisët të cilët marrin pjesë, shtetet ose gazetarët e akredituar, shtetet që e transmetojnë, ndalemi pak në shifra që të kuptojmë madhësinë edhe rëndësinë e kësaj ngjarje. Allora, per quello che riguarda l'esposizione broadcast globale del Giro, parliamo di circa 200 paesi, quindi è una copertura davvero a livello mondiale. Dal Sud America assolutamente sì, attraverso le TV dei vari paesi, quindi come nel caso dell'Albania, e attraverso poi quello che è il network di Eurosport e Discovery. Per quello che riguarda la partecipazione abbiamo 23 squadre composte da 8 corridori ciascuna, quindi sono 184 corridori che saranno al via venerdì a Durazzo. E di nazioni più o meno? Di nazioni non ho il numero preciso dei paesi, ma secondo me parliamo anche lì di un buon almeno 30 paesi diversi rappresentati. Atëre, në nivelin global të transmetimit bëhet fjalë për gati 200 e ca rrjete televizive që transmetojnë sot hapjen edhe përcjellin pasaj gjithë Giro d'Italia nga momenti i parë, nga sot deri në momentin që finalizohet.